Në Prishtinë po vazhdojnë debatet rreth gjendjes së krijuar pas refuzimit të institucioneve të Kosovës për të mbështetur një marrëveshje për bashkëpunim policor ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian janë duke vazhduar bisedimet me udhëheqësit e Kosovës në përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Javën e kaluar Bashkimi Evropian i dha mbështetje misionit të tij për nënshkrimin e asaj që quhet aranzhim teknik me Beogradin, duke cilësuar me rëndësi thelbësore nënshkrimin e një dokumenti të tillë për luftën kundër krimit organizuar. Zyrtarët e EULEX-it thonë se nuk bëhet fjalë për protokoll ndërkombëtar, por për aranzhime teknike për shkëmbim informacionesh, të njëjta me ato që janë nënshkruar me Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuçi tha se qëndrimi i Prishtinës edhe më tej është i pandryshuar. Ne kemi thënë qëndrimin tonë asgjë në Kosovë, pa një aprovim të institucioneve të Republikës së Kosovës që do të nënshkruhet nuk do të jetë e planueshme dhe implementueshme në territorin e Republikës sonë. Çështja e këtij protokolli është debatuar sot në Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme, kryetari i të cilit Sabri Hamiti tha se duhet të ketë bashkërendim ndërmjet institucioneve të vendit kundruall kësaj çështjeje. Nuk kemi nevojë me deklarata të forta ta bëjmë të fortin pa nevojë në deklarimet publike, qofshin këto pak a shumë shprehje senzacionale të këndshme për gazetat, siç jeni ju dhe televizionet, por në anën tjetër nuk ka tërheqje prap nga qëndrimet. Komisioni e ka mbështet qëndrimet e deritashme të institucioneve dhe i trimëron që të mbrojnë interesin e Kosovës. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë kritikuar qeverinë e vendit për siç thuhet reagim të vënuar. Ibrahim Gashi nga Aleanca Kosova Re dhe Ardian Gjini nga Aleanca për Armërinë e Kosovës thonë se çdo veprimtari në funksion të vendosjes së sundimit të ligjit duhet të jetë të paktën e bashkërenduar me institucionet e vendit, të cilat duhet të jenë më transparente ndaj opinionit publik. Si i tillë dokumenti ka vlerë ndoshta vetëm për atë pjesën e veriut Kosovës ku institucionet dhe policia e Kosovës kanë qasje të limituar, ndërkaq policia e EULEX-it ka qasje më të plotë. Ndërkaq po që se bëhet fjalë për luftimin e krimit në tërë territorin e Kosovës, atëherë dokumenti, domethënë, nuk e përmbush të komponent. Prandaj konsideroj që qeveria nuk ka qenë shumë koherente në veprimet e saj, dhe nuk ka qenë edhe mjaft transparente në reagimin e saj. Është reaguar pasi është kriju shqetësimin e opinionit publik përmes medias dhe e konsiderojmë reagim të vonuar. Tani, në këtë fazë qeveria e Kosovës fillimisht që sot duhet të jetë plotësisht transparente me popullin e Kosovës, që të mos e lajthis edhe popullin, edhe opozitën, edhe kuvendin, edhe gjitha institucionet tjera, që të mos e hudh fajin të EULEX-i në mënyrë që të shkaktohet dëm i pariparueshëm në marrëdhëniet mes popullit të Kosovës dhe të Unionit Evropian. Transparenca është në një. Prej atëherë do të fillojmë që të mendojmë se si mund të riparohet dëmi që është bërë Kosovës, por jo them edhe një herë, Kosovës jo shkaktuar dëm. Dhe nuk guxon qeveria e Kosovës që tani të mshefet prapa opinionit publik. Zëvendës kryeministri Kuçi thonë ndërkaq se qeveria është e përkushtuar për zgjidhjen më të mirë për vendin. Unë kisha dashur që të japim hapësirë edhe institucionet të tjera të bëjmë zgjidhje më racionale për vendin, dhe të mos krijojmë me një po ose me një jo të dikujt, pastaj të jemi peng të veprimeve të mëpastajme. Por sido që tjetë unë jam i bindur se nuk duhet të friksohet as qytetari i Republikës që ne do të dëmtojmë raportin me BE, po ashtu nuk do të dëmtojmë edhe vetë interesin nacional. Beogradi është shprehur i gatshëm të nënshkruajë protokollin e bashkëpunimit me EULEX-in dhe pret që kjo të ndodhë brenda këtij muaji. Ndërsa qëndrime kundër këtij dokumenti kanë shprehur përfaqësuesit e serbëve në veriun e Kosovës. Në një protestë që u mbaj sot në veriun e Mitrovicës u kërkua ndërprerja e punimeve për rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në këtë zonë, por edhe kundër EULEX-it. Përfaqësuesit politik të serbëve në veri në nënshkrimin e protokollit e shohin si veprime të cilën Beogradi ndonse kundërshton pavarësinë e Kosovës i një kufit e saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.